Një situatë tensioni është regjistruar sot para Federatës Shqiptare të Futbollit, ku aktivisti Gent Progni organizoi një protestë simbolike duke vendosur flamuj të ushtrisë qeverimtare të Kosovës në kangjëllat e institucionit, teksa Progni po vendoste flamujt, një civil ndërhyri duke e penguar dhe i tërhequr ato. Progni më pas foli për mediat se jemi këtu në mbështetje të UÇK-s dhe trashëgimisë son kulturore. Edhe nuk mbyllet çdo gjë që ndodh në Shqipëri nuk mbyllet vetëm me një fushat publicitar. Unë kam ardhur sot për të treguar që populli shqiptar e do UÇK-n, drejtuesit e ndryshëm të institucioneve, sidomos Federata Shqiptare e Futbollit, e tregoj që nuk e do flamurin shqiptar në ndeshjet e Shqipërisë. Është një paradoks shumë i madh realisht, përderisa ne kemi shqiptar të Kosovës që luajnë për ne, të cilët kanë dhënë kushërinë e tyre, kanë dhënë jetën për atë vend, kanë dhënë jetën për kombin shqiptar mbi të gjitha, se kjo luftë nuk është e shqiptarëve të Kosovës, është e gjithë kombit shqiptar. UÇK-ja ka qenë një ushtri çlirimtare kombëtare dhe jo ushtria çlirimtare e Kosovës, të cilën e ndryshuan normalisht sepse donin të ishin në rregull me Europën. Po ne duhet të kuptojmë që nëse nuk e duam vendin tonë, nuk ka asnjë organizatë ndërkombëtare që na do më shumë. Çfarë thirrje keni? Unë kam thirrjen më të thjeshtë dhe më të pastër në botë që ky flamur nuk është i ndaluar me ligj, nuk është i ndaluar në asnjë konvent ndërkombëtare, dhe pse duhet të jetë i ndaluar në një ndeshje futbolli. Dhe mbi të gjitha në një ndeshje ku ata na pritën me vrasje dhe ne i pritëm shumë paqësisht. Pra, nëse ata i provokon një flamur dhe ne mund të marrim një gjop, e paguajnë tifozat gjopën, po flamuri mos të ndalohet. Ky nuk është flamur i ndaluar me ligj, pse duhet të ndalohet. Dhe prandaj kemi sjellë këtu që t'ju tregojmë që ne flamurin ja u zbukurojmë edhe zyrat, edhe rrugët, që të kuptojnë që ky flamur është shumë i bukur dhe zbukuron çdo vend ku vendoset. Faleminderit. Vendosja e flamurit në Kangjëlla, me çfarë justifikimi? Po ta gjen justifikim nuk kanë, se këta nuk përdorin kur ligjin. Pra unë i pyeta me çfarë ligji ndalohet vendosja e flamurit në Kangjëlla. Më doli këtu kompania e sigurisë që ruan perimetrin e brendshëm të federatës, nuk ka punë me perimetrin e jashtëm. Policia u xhindos kur pa ata që na kundërshtonin ne, se policia nuk po reagonte dhe na ndaluan. Realisht është e pa kuptim. Unë do bëj kërkesë për kontratën e kompanisë që ka sigurinë e institucionit FSHF-s, është e njëjta kompani që ka dhe sigurinë e stadiumeve, ku e pam që u arrestua një prej tyre se kishte marrë para për të futur tifozat pa bileta, me çakmak, nuk e di, por ishte filmuar dhe u arrestuar. Pra kjo kompani që ka edhe mbi ligjet shqiptare.